çfarë është problemi më imediat? Problemi më imediat që unë mendoj është gjuha e urrejtjes në rrjetet sociale. Kjo është vazhdimisht që para 12 vitesh, por edhe më sot, nuk ka ndryshuar fare, mund të jetë zbutur pak, por që gjuha e urrejtjes vazhdon. Pash një video nga një kamerë sigurie ku një i ri rom kishte marrë diçka në një objekt dhe komentet ishin nga më të ndryshmet për sa përket gjuhës së urrejtjes. Pra, autori ose nuk merreshin me veprat, por me personin. Po, nuk merren me veprën, po merren me lëkurën e ngjyrës që ka personi dhe kjo mënyrë denigron, sepse këtë mund ta kishte bërë një person me ngjyrë të bardhë, pra nuk do ishin to komentet. Pra do kishin komente hajdut, pra nuk do merreshin gjatë kohës me diskriminimin. Dhe problemi real gjatë këtyre gjithë viteve është diskriminimi. Gjuha e urrejtjes në rrjetet sociale, sepse ne kemi një përqindje goxha të lartë të rinjve rom dhe egjiptian që përdorin rrjetet sociale, sidomos rrjetin social TikTok, përdorin gjuhë urrejtje dhe denigruese. Kur themi denigruese, themi që romët që nga viti 1971 kanë vendosur ta quajnë veten e tyre rom, për shkak se më parë këtyre viteve aty referoheshin me gabel, cigan, kurbatër dhe shumë terma tjera, të cilët janë terma ofendues.